Drejtorin juridik të postës shqiptare Hipokrat Biba e kanë mbajtur në detyrë 3 drejtor për aftësitë e tij si mjeshtër i sajimit të tenderëve fiktiv me procedura antiligjore dhe falsifikime. Në 4 vitet 2020-2024, auditi i brendshëm i postës shqiptare zbuloi korrupsionin e vjedhjet me tenderët, ankandet, kontratat e qerave, ortakërinë me One Albania dhe të ardhurat e shërbimit postar, të cilat kanë autorsinë e drejtorit juridik Hipokrat Biba. Drejtoria e auditit i dorëzoi 3 ish drejtorëve Laer Duraj, Ervin Bushati dhe Ardit Demiri raportet me të dhënat e shkeljeve ligjore dhe dëmet financiare të shkaktuara me urdhra të drejtorit juridik Hipokrat Biba, shoqëruar propozimi për kallëzim penal në SPAK, por 3 ish drejtorët e pas vitit 2020 nuk lejuan kallëzimin penal të abuzuesit Hipokrat Biba, sepse çdo procedurë fiktive, falsifikim, tender pagar, mosbatim kontratash e vjedhje fondesh, ai ka bërë me urdhër të tyre dhe në ujdi e ndarje përfitimesh me ta. Prandaj drejtorët ja linin njëri tjetrit në detyrë këtë mjeshtër abuzimesh, i guximshëm për të firmosur dhe gojkyçur. Disa ditë më parë pamfleti publikoi një fakt nga raporti i auditit të brendshëm të postës shqiptare për 243 procedura prokurimi dhe 72 kontrata pas vitit 2020, prej të cilave 213 me shkelje të rënda ligjore, duke i shkaktuar kompanisë 31 milion euro dëme. Bëma të tjera të drejtorit Hipokrat Biba me tender të paguar dhe pa kryer shërbime. Në muajin janar 2022, posta shqiptare deklaroi se shpërndau 500.000 zarfa me 12 pyetjet e konsultimit publik për lejimin e basteve online dhe kultivimin e kanabisit, ndërsa tenderin me vlerë 400 milion lek, drejtori juridik Hipokrat Biba e shpalli fiktivisht në muajin shkurt dhe e zhvilloi në muajin mars duke bërë letrat false, sikur zarfat ishin çuar në përfamilje. Më 16 nëntor 2023, drejtori Hipokrat Biba sajoi dhe bëri letra fiktive për gjoja blerje kasafortash me vlerë 100 milion lek, ndërkohë që gjatë viteve 2020-2022 kishte bërë 4 tender për blerje kasafortash me vlerë 830 milion lek, por kasafortat nuk shkuan tek posta shqiptare. Më 30 korrik 2021, Banka e Shtetit i hoqi postës shqiptare licencën për këmbim valutor, por drejtori Hipokrat Biba paraqiti letra false sikur nuk ishte hequr licenca dhe aktiviteti vazhdoi legalisht me të ardhurat që përfundonin në xhepat e tij dhe shefave. Më 26 tetor 2022, 10 ditë pas emërimit drejtor postet e Elbasanit, Ardit Demiri, ky bashkë me mikun Elbasanas, drejtor juridik Hipokrat Biba, ndryshuan specifikimet ligjore dhe rritën 50 deri në 80% fondet e 45 tenderve që ishin pa u shpallur, ndërsa për tenderet e shpallur i rritën 40 deri në 60%. Në dhjetor 2022, 2 Elbasanasit, Ardit Demiri dhe Hipokrat Biba, hartuan një plan me 83 tender fiktiv të paplanifikuar në buxhetin e postës me objekt investime në zyra, blerje e pajisje, mobilje, internet, makina, motocikleta, bicikleta, kancelari, shërbime elektronike e të tjerë. Në raportin e auditit të vitit 2023 është gjurma e drejtorit juridik Hipokrat Biba në zhdukjen e dosjes së ish kompanisë shtetërore Interpost SHPK, që u shkri brenda postës shqiptare, duke krijuar hapësira për vjedhjen e të ardhurave nga shërbimet postare ndërkombëtare. Më 31 janar 2022, Hipokrat Biba finalizoi procedurën e tenderit me vlerë kontrate 960 milion lek për gjoja blerjen e internetit nga një kontraktues që do të pajiste zyrat e postës shqiptare me Wi-Fi për 2 vite, por milionat u dhanë dhe kontrata nuk u zbatua. Nëse SPAK do vendos ta marrë në hetim drejtorin juridik të postës shqiptare Hipokrat Biba, provat e korrupsionit, vjedhjeve e falsifikimeve që ka hartuar dhe firmosur ky mjeshtër janë në dosjet e financës, tenderve dhe ankandeve.